O birë po në shtojnë se jam nana a gjetë, me po më shtojnë TikTok ato. Kanë hikë se s'kanë punë të rritë tu me nanën. Kanë mërë nusët me ne, unë jam e vjetër. Mos u grinë me nusën? Qëftë tjertë. Për tash pra, rëja zishtë i dë me nanën, po të reshtë amon, dhe shumë punë. Shqyr që janë telefonat edhe e she aty. Po shishit nej. Pra njët si pshat. Se njëhet, po... Sta e që shtë atë morin, punim. Si mu të ka shëto je i marue? Nëse ti kimi si misht Albana. No, e në të që ka shumë e majë. Do të nëzirë në TikTok? Se rënë jemi që. Po, nuk kemi njërës, nuk kemi sërpli, jemi shqiptarë. Shumë që kanë metë shumë toga dirë, pa punohë. O maj me në këtu në shku, vetëm marsimit 8 beqarë kanë qanë 800 zanës. Këta pushetarët vini u shofin do njerë? Kur bon votimet, po. Se jemi pat kënaqur nga ke klasë politike. I kom shet asi kom shet një 5-6 kvintale. Tjetra këtë më dëmtu, më kalbe, majrë. Majrë. Të forta, hapin një derën sepse di branët e hapin derën. Hajde bëjmë një biset. Mirë se ju gjeta njëherë. Po ti pse ri me nerva? Pse ri me nerva? Nerva që jam zaif për vete, nona. Digjo, unë po vi këtu në Muhur për herë të pare dhe si e keni jetën këtu? Mirë apo me vështërësi? Me vështërësi njështë, akun votin që s'bët, një votë kun për më. Që s'bët. Qaku i vjetër, unë e vjetër, nusja re, rëja zishtë i dë me nonën. Dëgjo, po probleme, çfarë probleme ka këtu? Çfarë probleme? I keni rrugët, i keni qendrën shëndetësore, i keni komunën, çfarë është nisja komunën? Nuk ju mungon asgjë? Ja. Kanë mbetur shumë njerëz këtu? Po, kanë metë. Kanë qenë më shumë apo? Ma shumë kanë qenë, po kanë hikë. Kanë punë edhe. Kanë hikë se s'kanë punë të rritë tu me nonën. Kanë mërë nusët me ne, unë jam e vjetër. Asi zote si e mërë nusën, asi zote si e lejë. Ka një qunë e një vajzë, zina në me fyllë. Ku e ke djalin? Në Greqi. Nusja rrenë shpi me diqesh. Mërzitet me ty nusja? Si s'mërzitet, ku s'kom burin të rritë, ke nusja të rrenë me mungë. Po ti ki me burin? Ti ki me burin? Po imi të postato me nonën. Ku që këj me burin? Jo, ti ki nusja? Po nusja, më ga unë. Nusja. Ku që këj nusja, si të postato, të 8 drejt e 2 vjesht jaku. Në unë bitë të bëjsh 7 drejt, si të rajnë beto. Mos u grinë me nusën? Qëftë tjertë grinë me nusën. Mos u ras një mbërë. Se mi qënka. Dëgjo, ju jeni komshie me njëra tjetrën? Komshi si nuk na de... Shkoni, ha? Po. Shkoj me vim për njëna qetra. Pini kafen? Po kafe. Po qëfar mua bete bëni? Dhe ma dhe të shirë dhe bëjmë kafe. Shanë qetrin. Po pëse? Jo, mas na një dhe mua për të shpije. Je. Rëja është dishide. Rëjmë. Ma fëtësia. Jo, a? E po s'ju kam dëgjuar? As janë bërë. Në më mos në gjutaj, no. Se shtanë që ke kjo unë, shtanë jata. Sa të mirë që janë këni, shkoni me njëri tjetrin faktën. Se në fund të fundit çfarë do ndani? Kuni se. Po ka njerëz që nuk shkojnë. Jo, ka, po na shkojmë se shtanë me që ke kjo. Që ke ardha nuk e ke. Kështu si. Djem beqar ka këtu? Djem?
Gjem Beqar? Gjem Beqar? Gjem Beqar a voti imi votit, si është i vokër shkollë, ka Beqar. Janë martuar të gjithë? Po një të gjithë, janë martuar. Janë në Greqi. Jeni punëtor, a? Greqi janë këtë. Se ta bësh Allah shpash me nusën. E në unë qëni në komandë, qënë në gjallit. Sa mirë. Dhe, po, u bo që 5 vjetë. Në Anglia? Në Angli, po, që 5 vjetë. Imi janë Athinë. Kënë shëndetet ja bëjt zotin barë. Faleminderit. Po këtu si jetoj njerëzit? Po tash pra, rëjazisht i dëmë në nënë, po 3 shtamon, dhe shumë punë. Tive, na për të ndonë një asistencë, një hësën unë i votë ku. Sa lek të jep asistencë? Se ma dhanë hishë. Këmë pas në orëzër për votin për nëse. So ta u fërtu, e hësën të të si u fërtu, të ta hësën e asistencë. A që zë më hërtë të? Ka ardhë ko e keqa? Po njëtë ka ardhë me nënë, njëtë. Më më dizë të zemë nësi shkur se këmë pa votin, kimi një majkë dersën për shkët dhe, ku të dhish o birë? Dhe vi nënë, dhe vi, po ku të dhish? A i kur ja dhe një zanë, dhe të thëmë brapa. Shqyqyr që janë telefonat edhe e she aty. Po shqyqyrit nëjë. Ina në të nësë shparë, se në për shefra, ishte nësja, ishte votin, ishte tota me vot, me motër e vla. Pa. Rifoni, po voti i vokër e taj. Unë këmë hini si në herë, se këmë pasë për të gjasi, e nënë tha, ku që je? Ashtu pa gjallin tim, po ku në gjallin, që minuta ke, më ku përdin. A di ta përdorësh telefonin? Je. Ka vdek një qosim, ka vdek qotat të tejon, jem ba. Ka lëndi një qënë. 4 4 Të roni dhe ta kujtoni. Faleminderit kom bi me një sa dhe hatri i votit. E din që ke kom shisim ka pasa, për hipse sa gjën gëdën, bërtaj që sa kom ka shaj, vorrin pa i thomi në luzan. Era në më. Qeja të shkosha e më shumë zotë. Po ti me kë jeton? Me gjallin. Me gjallin, me rehen, me burrin. Që në ke plot? Je vajzë për këtu apo nusa? Nuse. Si është martohesh këtu? Mirë. Katunara, që katuni. Në këtu i ku mafër. A fshati i ma? Shumë i matë që në ka. Po për çfarë njihet këtu, Mohori? Për çfarë njihet si fshat? Se njihet, po... Asta e që është bëjmë, ta për morim, punim. Keni batuta, keni dhe zakonet tuaja? Po, kemi çfarë zakone keni? Kemi zakon, majmë gjarë, po apostat njeriu, majmë vakti, majmë në lëp, kemi pas në hajvan si beshin, vetë hajvan s'ka. E të të shkun shpa e veta, unë jem postat, e në shërton ka katon. Si më të kërë shëto je i marue. Pa. Sa të me fitohë votima gji, po së në i zotë i shpajës këtu? Pa. Ska. Ashtë e vërtet. Ato likë dhe më na i pru, ne, na kemi dalëm pension ka ndërë zotë. Kalëm shumë. E keni atë pensionin e mira, po? Pensionin më të mërë. Çfarë pune ke bërë një jetë? Njët, punëtore. Kooperativ? Po. Kooperativ të shqit kërcuna. Të shqit kërcuna. Nisin milik, si ka thënë e moti pension. Sa keni punuar dhe ju atëre? Një. Bile, e na i vetën, pse jam zhjellë, se që shkëm punume. Pse jam zhjellë, se që shkëm punume. Po, ne të rinë tani jemi bërë që dhe mbelë. Ha? O birë po në shtojnë, se jam në agjet, me po më shtojnë TikTok ato. Në TikTok, në YouTube, në Instagram, ku do t'i ke folur shumë bukur edhe mirë. Je shumë e mirë. Nuk fole diçka të keqe, te atë realitetin. Po, ato të hikmet. Po, qështu? Kështu. Tani të shkoj unë të akoj njerëz të tjerë, janë të mirë si ju? Këtë shështi. Po nuk e di, ku të shkoj? Ku më të ati? Ku të shkoj? Ku e ke plakun ti? Plakun e më shkën punë me përbor. I mi shtaj hiku me zonë? Shora kodës, me pasagjerë. Shora të shkaj, vipi të shkaj këtu. Kujdet, Sanda? Se mos traton me ndonjë? Jë. Pse? A e kemi po lafet. Si keni bërë? A i vjetë, a i më Ku shumë. meret vesh sot qa bëhet? A i më shumë, a i Apo më e më shumë. lajme? Qa thot? Më ka lajme, a i pa Lajmet lajmet më. Qa than lajmet? Lajmet. Lajmet? Me ka, një më bori vjetë, më s'ke qishtë të u.
Qa, kishte vajtu me tjetër? Po ven, prandaj po them, unë prandaj them jo, thot. Ka ardhur kohë e keqe? Jeni shumë të mira. Ju bëft mirë kafja, nuset mbajeni mirë se ama... Nuset kemi si mirë Albana. S'kemi pëzhapi nuset. As s'kemi të qenë. Ma zallar. Ja bën kafen apo ta bën? Jo, ma bën. Ta bën? Ja bën? Po si s'ja bën? Ja bën, Po, se tani pse mos ja bësh? Se janë ca që thonë vetëm duhet ja bësh vjerës. Që sa të mira janë. Edhe asa i shion kur e bën vjera. Këtë lezë, si shkojnë. Të tjerat nuk shkojnë, S'ka ma. Po shkojnë nëse këshpaja ato, në kanë merë vetën. I kanë morë burrat me vetë. Që kanë nuset mira të urta që rinë me ju. Se sot duan burrat, nuk duan vjerat. Në nëse duan burrat, po si të bëj burri si të vi këtu. Kështu është jeta. Po. Sa jo ka marrë burri, nuk të ka marrë ty. Ja, kemi venin tonë. Sa i mirë shenka. Kemi venin tonë. Po, se cili ka vendin e vetë. Ha, qa do më të vazhën që tjetër? I stajnë. Kemi shumë. Se i stojnë. I këtej të gjitha. I thash të gjitha. E sigurt. E sigur. Se kur ti ki unë thua po si a thash këtë gjë. E në dhe që ka shumë e majë. Faleminderit shumë. Edhe unë ju kam shumë qef ju, do mos pjesën e di, bese jeni shumë të mirë. Shumë të majë që këtë di. Të zgjuar jeni? Ka në mas zgjuar. Ku janë më të zgjuar? Ka. Ta në janë grejë, bre. Kemi me shumë pak, shto njërë, se janë grejë ka shku ka Tirana. E kanë ikur të gjithë. Në çdo fshat që shkoj unë kështu kanë ikur për shkak të kushteve të gjitha. Prandaj pyetjen e parë që ju bëra thash çfarë probleme ka këtu? Probleme. Sëto probleme kemi katoni. Po kështu, qendër shëndetësore që mund shkoni të vizitojeni, të matni një tension, të... Po, çfarë keni nevojë? E keni aty. E kemi spital. E kemi të atër në. Zonën e keni të bukur, me sa pash kur erdha. Zona bukur njëtë, Për qeti taj? Po muhur, pse quhet? Katoni, lezgje. Jo, pse quhet, pse ka marrë atë emër? E ka marrë atë emër muhur kurse fjala... Katoni, Katoni, si kur shumë i Tiranë. Jo, e di unë, për shembull, kur na pyesin kush e ka vënë emrin? A ka vënë mami, po pse ta ka vënë kështu? Po ka një histori, prandaj pyes që ka ndonjë histori fshati muhur. Nëse shto e kemi zhetë, Po burrat janë të mirë, janë e vrika, po miku zer. Zotni. Pa, sikur s'ka dua të vërtet ata mam, se ta shoh syrin. Ata, jo, unë të thënë të mam. E ke marrë me dashuri? Jo, pa dashuri, po e kemi të majë, të zotni. Ti keni me jetë. A nuk bën shamar? Shamat, s'kemi gjanë, Po kjo duhet. Kjo është. Se po të grindesh keq, po kur i kemi të mirë i keni. Shamat s'ka, gjanë, Kjo është jeta. Jeta. Me nusë rrën, nuk imi dhe. Si nusja vetën, në vetën, ja. E ma se ndo njerë lafe bëni tani, mos bëj kot. Jeni shumë të mira. Gëzojmë shumë që takova. Do të nxjerr në TikTok? Së rejnë jemi që. TikTok si një tjetër. Do dilni shumë bukur. Do dalë shumë. Sa vdek në sutat tre dhe vjen du TikTok, unë si lajnë në sutat me mba. Diqa, atje nuk do të dalësh për keq, se që dalin ata që kemi parë ne. Sepse nuk je vetëm ti, unë marrë shumë njerëz që dalin edhe flasin. Ti e zonjë, dhe ke folur shumë mirë. Nuse në lëvdove, fëmijët i lëvdove, vetë si zonjë, shumë e mirja. S'ka turp sot se dolen TikTok kur den mirë. Ato që dalin si i shohim ne, që ku. A shprishur dynjaja. Po, ja, pa. A shprishur. Të themi të vërtetë. Je shumë e mirë, faleminderit shumë. Rrugë. Ti jesh mirë. Gjithë mirat edhe ju bëft mirë kafja. Do me thënë, këtu, qendrën e kam këtu, a? Ku duhet kaloj që ti kim? Duhet kaloj këte? Po i gjitha muhurja është kë? Po, edhe ande? Sa fshati matë. Shumë e kese. Shkojnë e hinë lezë të orë. Nuk e kanë bërë atë urën? Po Rama ka ardhur ndonjëherë këtu? Rama ka ardhur ndonjëherë këtu? Edi Rama. Ka ardhur? Se ke parë? Po Berisha?
As Berisha. Asnjë s'ju ka ardhur? Ja. Po s'ka ardhur pyesin si jeni? Ja. Jo, ato si S'kemi pa një, Jo, me ma, ato din për shkak. E din, a e din ku është? E njohin vendin të? Ndoshta se din. Ai não tá no setona, tá? Ju na mund, më na shit ikuni se na. Si fole, mos na qit një kundi. Miru pafshim. Shëndet gjithë mirat. Jo, do flasun tani edhe hajde me mua ti. Pra, këtu kam ardhur ose, shiko, me zonja që takova dhe me bisedën që bëm, shumë të lezetshme dhe fisnike dhe të mira, ecim, sepse fshati Muhur që ka shumë i madh, një fshat që e keni kërkuar kaq shumë o zot i madh, ecim shkojmë diku në qendër ande nga lagjet edhe bëjmë aty një takim me banor të tjerë. Se kalove. Mirë se ju gjetëm. Hajde, atë vini Marina. Po e bëjmë këtu një bisedë, se na duket edhe fshati. Sa të mirë janë, a do vini brenda, thot? Po. A i fusin njerëzit kështu apo? Po, nuk kemi njerëz, nuk kemi sërpri, jemi shqiptarë, jeni mirë pritës? Okej, hajdeni. Dulmi jashtë? Jashtë, po, edhe se kur të rinim këtu, që të duket fshati, bukur është. Mos i, dëgjo, të marrim karige. Po. Okej. Do bëjmë një bisedë dhe do flasim për fshatin Muhur. Rim këtu. Si jeni? Mirë, faleminderit. Me shëndet? Mirë. Jo, nuk jemi lodhur. Mos e hiq, s'ka gjë se bukur duken. Okej. Dëgjoj, 2 karige duhen, unë dhe ti do ulemi. Se kjo është në punë, duhet rinë kam, aty të rish. Jo, vetëm këtë më jetë, dëgjo, ti e ketë mirë. Ullu ke kjo se o ma pasë. Ullu ke kjo ti, unë i më rëba punë. Hajde. Ullu, atë dë vishnët. Gazetara, njeri i mirë jam. Nuk jam njeri i keq. Jam në shtëpinë. Shtëpia është Zaim Lala, Zaim Sadik Lala. Mirë se të gjeta. Mirë se ardhe. Faleminderit sepse e la punën atje, ta hajdeni brenda ta edhe bëjmë një bisedë tamam. Po. Jam në fshatin Muhur. Po. Takova 2 zonja pak më poshtë dhe qëllimi i emisionit tim është që unë i pyes njerëzit sepse fshatrat janë nën pak pasdore, me thënë të drejtën. Po, po. Shumë janë larguar për shkak të kushteve, për shkak të ekonomisë, se nga e mira nuk largohet kush. Jo. Nuk e njoh si fshat, sepse është herë e parë që unë vi këtu, shoh që është një fshat shumë i madh. Dhe zonjat më thanë që probleme nuk kemi. Mua nuk më duket një vend pa probleme, me thënë të drejtën. Jo, probleme ka të përtej, kudo janë. Bravo. Logjik. Cilat janë ato problemet kryesore që ju haseni këtu çdo ditë? Po problemet kryesore është sepse mboshat e reja kanë hik. Okej. Edhe kanë met boshat me vjalën 50 vjeç e sipër. Shumë pak njerëz ka krapune. Që për qenë fshati nuk ka fshati keq shumë nga ana bujqësore, ujtë ka. Okej. Ka dhe kushtet mira. Po prodhimet janë shumë lirë. Një pjesë duke qenë se ka ndihmë nga emigracioni, edhe tregshitja s'ka, prodhimet janë shumë të lira, shpenzimet janë, çmimet janë të larta. Edhe kështu që kanë met shumë toka derë, pa puno. Si në pjesën më të madhe të Shqipërisë, ndërkohë që ju prodhoni aq sa për veten tuaj? Prodhojmë me pak për treg. Me ato mundësi që kemi. Edhe pse është tregu, kërkesa është e ulët. Po, pse është kërkesa e ulët, pa punë nuk rrim, se tash pse kërkesa e ulët, dhe merrim me një punë. Çfarë prodhohet këtu? Këtu prodhohen gjitha llojet e kultura bujqësore. Okej. Prodhohet misi, gruri, fasulja, kreta bëhen, edhe frutat bëhen. Duke qenë se është zbut klima, bëhen dhe këto gjëra që s'ka qenë bëhen, për shembull bëhet dhe hurma, bëhet dhe kiwi, bëhen dhe këto. Sa mirë. Po, që ndryshu klima. Kështu si pamje, si pozitë gjeografike është bukur. Po. Dhe nuk është një zonë shumë e largët, po të pak në rrugë kryesore e keni të mirë. Po. Brenda në fshat,
se shiko, problemet kryesore që unë has në fshatra dhe që janë, është mungesa e qendrave shëndetësore, mungesa e shkollës, mungesa ujit të pishëm, ujit të vaditës, se këto janë ato që ju se gjërat bazë që të bëjt një jetë tamam në fshat. Afërsisht sa banor janë këtu? Po, se unë i pyes to sa kanë qenë, sa janë, domethënë të tregojmë se sa janë larguar. Me përafërsi. Më afërsisht unë shoh këtë listat e votimeve që e shet pak a shumë konkluzioni. A kupton? Këtu më duket se fshati jën më shumë se 1500 banorë nuk ka. Kanë qenë shumë më përpara? Po shumë më përpara. Unë jam 62 vjeç. Unë më mend këtu vetëm arsimi 8 vjeçar kanë qenë 800 nxënës. A kupton? Sot arsimi i mesëm edhe 8 vjeçarja, a kupton, nuk bën më shumë se 200 nxënës. Me fjalë i bie raporti 1:4. 1:4 në kohë që s'ka pas shkollë mesme atëherë. Shiko, jo vetëm se janë larguar, por edhe nuk linçmëria nuk është më e lartë tani. Po, e vërtet është. Edhe linçmëria ka rënë. Mirë edhe thon bolle kemi. Po. Karko e keqe me thënë drejtën. Është gjuna. Po, kryesisht ku janë larguar njerëzit këtu? Mas vitit 90 ka ikë. Okej. Mas 90. Dikush ka kriju kushte më të mira ne, dikush ka shku për halli sepse e ka pas të pa mundshme me jetu këtu. A kupton? Pse e pa mundshme? Çfarë është e pa mundshme? Se fshati jën nuk ka fshat që ka shumë tokë, për shembull. Okej. A kupton? Një pjesë kanë kishin tokë pak e edhe nuk kishin çfarë tjetonin. E marr vesh. Edhe puna me fjalë, puna u zhduk me fjalë, u millën ndërmarrjet, u millën ato, morri ka pas plus që ka pas vendin e mirë, po ka pas dhe ndërmarrje, ne kemi pas mërmeri këtu. Që është jashtë funksionit, po pra aty ishin të punësuar gjithë njerëzit. Po ka qenë dhe pyorja, punoshin, po ka qenë dhe sektori ka poshtë zallisinës në bëja, që shkoshin për i këtu, e në bëja kam prap. Pas ka qenë i zhvilluar Mohuri? Po ka qenë, është nga fshatat e privilegjuar të zonës, Mohuri. Mohuri apo Muri? Përpara, Mohuri. Mohuri më parë. Pse quhet kështu? Dhe ka marrë këtë emër? Për zotin, nuk e di. Si interesuar. Se më interesuar. Ore, një pyetje kam. Këta pushtetarët vini u shohin ndonjëherë? Ku bën votimet, po? Njën 4 vjetë. Njën 4 vjetë. Misa, ta ditlinje njën 4 vjetë e kanë, jetë se janë se budalesin e që fesojnë që vitë. Njën 4 vjetë, vetë nga shofin. E qa ju thonë? Dhe ta bëjmë kështu, dhe ta bëjmë kështu, dhe ta kështu, premtime, po. A u bëshin lemsh ata, po qa kam bërë deri tani? Asni sen. Po kam shpresë mund nga bëjnë këtë vitë. Inshallah, në zotin shpresa. Thuaj, po pak fëmi kanë betur, the. E mendon do një të largohesh? Une? Për zotive si e moshe thime, se të kem mundësi të punoj me fjalë, të mori kush për punë, për shembull iki. Ikën? Po, ikis. Iki, sepse nuk ka pa perspektivë. Po fëmijët kanë ikur? Po, kanë ikur, unë kom didem kom jashtë. Njërin e kom në Angli, tjetin në Gjermani, një tjale kom të martu, kom këtu punon me një mjetë bujësor, po s'ka punë, i lënë tokat njerëzit djerë. Që o të nëjnë zatori. Se në njësë njerëz jemi punëtor, edhe, por ka ardhur një kohë që mbetet njeriu e thotore, që të bëj, që të punoj? Hajde këtu. Dil këni. Hajde më i zonje. Mere karrikën e dilë të shkonë, se nuk më marre. Nuk më marre. Sa të mirë janë. Ore se, a di që të themi që? Se kam qenë unë edhe në zonat të tjera të Dibrës. Më burra xheloz nuk kam parë më burr. Je shambu. Kaq. Ma kemi lëpën. Lëpa që ka 20 kg qumsht. Ta zam ka 20 kg qumsht. Ade bëjmë gjizën. Për gjizën ta jamë të vegetat mundve, gazi e korrentit të ezi, ta shesin me 500 kg. 30 kg gjizë kom shurë ditë në dimë në pazar, ka 500 lek. Nëse nuk gatrojmë, ne gjizën atje ku jetojmë në metropol, e marrim 2000 pak lek kilja. Nëse nuk gatrojmë. Me 500 lek, që edhe është gjizë që ti e bën për merak. Ta në shanë në verdi e komu, ta ma i lëpën shes gjizën me 500 lek. Sepse ajo lopa do punë, do t'i shërbesh. Edhe kështu bëhet gjëja që s'kam interes. A do pini kafe një? Jo, nuk dua kafe, faleminderit shumë. Një lëngën një gjë.
Jo, dua të thjesht bëj një bisedë se jeni njerëz shumë fisnik. Si e kalon ditën? Po ç'është me bujësi, me molla, me kështu, me kopë, me majli majstra. Kam poshtë, kam që to molla poshtë, kam dë shtenë, dë pula, dë rosa. Pa, kemi. Kam e një pentore ko sipër. Edhe to kemi sa dush, mos i kanë lënë njëzit gjerë. Edhe nuk ju thonë që nëse... Kërkën shira. Se paguani shira për tokë në vit? 30.000 lek dilimi është. Në vit? Në vit. Po të paktën e shfrytëzo. Nuk është se është shumë. Po të ta vesh majse, për mos nuk shajtet majse. Po ti bësh analizën, nga momenti që mbjellet punohet toka, deri në momentin që ta mojsh mirësin ta fusish në vendin e vet, ka shumë shpenzime, pak ka fitimi ja minimal. Ka shpenzime sepse dhe i kanë rritur. Po, i kanë rritur të gjitha. Po edhe plejat kimike shtajnë. Po, këtë po themi kanë rritur. Se këtu ne nuk kemi politika, se po të kishim politika, fermeri në gjithë botën është i pari që suportohet. Subvencionime merrni? Ja. Fare. Ku e njojmë këtë fjalë thuaj më leciona, po qa janë këto pyetje. Nësë morim asë një gjë, as asistent, as kur gjë, as ishës. Sepse çdo gjë është me mike dhe me gjëra, me njohje, me politike, me patet të tash. I dim në të si funksionojmë, se këtu jetojmë nuk jemi budallë, njëre disa gjëra i kemi mësuar kaq vite që na kanë gënjur, na kanë thënë do bëjmë këtë, do bëjmë atë, s'bëjmë asgjë. Dhe prap gënjehemi. Se s'mund themi unë ti apo janë shumë. Zvotojnë këtu? Votojnë. Se jemi pa të kënaqur nga kjo klasë politike. Po ja, zvotove ti do shkoj ai tjetri. Po, shkon ai tjetri që i intereson. Ore, ka edhe që s'kan interes, ti është gënjen, edhe tonë duhet të kanë kështu idhull. Filani, fiseku. Që të bësh? Që do më thua tjetër për këtë zonë? Ket një fabrikë, ket një gjonë. Fabrikat ta i kanë mbyllur të gjitha, që si kanë mbyllur vetëm këtu. Ndihma e shtetit on këtu për shembull. Se ta shtena e prodhoi mollën. Po. Pse të vi molla Maqedonisë traktohet këtu? Sa e Maqedonisë pavarësisht se duket e bukur këtu, po nuk ka bio si molla jonë. Po ne jetë e bukur, ne jetë bio, ne kemi bio këtu në vendin tonë. Pse duhet ta lëm ty ti hedhësh në kanal, ti edhe shumë fermerë të tjerë që detyrojnë, që hedhin, edhe vjen nga jashtë thotë. Po pra këtu, prandaj të thash që s'ka politika. Nuk pras vi shteti të punoj tokën e punë vet. Po të kem masa lehtësuese, të ndihmoj. Të di që do ta shes këtë që po e mbjell. Po. Sikur në për shteti do të kontrolloj tregun, plejat kimike të jenë malë. Vjen shumë keq, po tregu tani mos ja fut kot edhe, se shteti nuk ka kot merret me këto gjëra. Po kjo ishte e fortë. Ska kohë, ka shumë punë. Ska kohë, ka shumë punë. I shohim na kush kanë gëzjen për shërbim. Po, shohim ka 4-5 zyrtar me telefona atë, e na sa mzeka gjen kokën me na pa drejt kur shkojmë për një punë. I shohim. I shohim. Prandaj po them. Po e mbyllim këtu këtë bisedë. Faleminderit shumë për fjalët, se të vërtetën po themi në fund të fundit nuk po gënjejmë njëri. Kjo është e vërteta, ky është realiteti, jo vetëm në fshat, por në vendin që ne jetojmë, në Shqipërinë tonë që themi që është e vogël, po sa e vogël aq edhe e madhe është. Janë njerëz të cilët jetojnë në kushte të vështira, tonë punojnë, po fitojmë asgjë, se të paktën, okay, e prodhoj tokën, po ku ta shes? Ata detyrohen që i hedhin ju mbeten stok, sepse kemi ato prodhimet e shishme nga jashtë, mund kemi Maqedoncën, ham të Maqedoncën dhe ham të tonat. Kom bërë si 20 kuntal moll. 20 kuntal moll. Ana i kom shet as i kom shet një 5-6 kuntal. Tjetra kret më dëmtu më kalbe më ashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për mua. Hajde shira, që të bëj zonja tu bëjnë diçka. Qatë në pjerë, zonjë me dashuri e ke marrë? Une, me shkosi. Martu hetu. Sa? Kom 30 sa vjetë martejas, 20 vjetë. Sa vjetë s'ke qanë kur i martuar? Jem qanë 24 vjetë. Tamam në mosh. Po. Po kom lavin... Jam 62 vjetë. Si jeni mërzitur me njëri tjetrin? Ja. Asa zili ju kam ju brezi ju? Jeni brezi mirë ju? Nuk jam... Jeni që problematik. Jeni që grindavec ju brezi tuaj, po jeni të mirë. Ha? Pse mi grindavec? Ju toni si temi ne. Çfarë është ajo? Është amëlsinë, shoqëpare. E ke bërë vetë? Po. Faleminderit. Gjeni ka një gotuj,
Fike kamrën të shtesë. Kjo është më me kështu. Kjo është për të shijuar. Ndërën ku ishte pa vendos njësi administrative, kanë qenë komuna, vendos shumë bë këtë harta e administrative. Po, njësi ka pas qera shërbime, ke pas shërbime më shumë. Çfarë shërbime? Si kaloj me fjalë, vëshin kompetencat tina. Ai përgjegjësia njësi administrative, ai s'ka mundësi me bleni llampë për t'ia vënë zyrës vet. Asnjë lloj kompetenca, ai ka këtë pushteti qendror, bashkia. Kur kanë qenë komuna, kanë qenë më mirë. Më mirë. Ndarja territoriale. Kishte buxhetin e vet. Po. Çat buxhet që e kishte? E kishte vetin. Bifte këshillin e komunës, ne i thoj ku dishem këto lik, filon me. Kurse tash I kalen aqe është kushtet më I zoti aqe. Kush merret tek bashkia? Ndarja territoriale, pra më mirë ka qenë me komuna se me njësi administrative. Që më mirë. Po. Sepse mendonin edhe I dinin problemet tamam se çfarë kishte. Po I dinin sa ju se çfarë probleme ka morri. Ai vetë vjen kur merr votat. Po shkojë atje, ti edhe thuaj, hajde njëri këtu. Majr. Stë qaskush. Shëndet gjithë të mira. Shëndet mira, qesh mirë. Mirë. Shëndet mira, punë të marrni ju, qesh mirë. Shiheni pamjet. Ju që ka marr malli.